Radio Vlera. Emisioni Mbrëmjes. Në pultin e transmetimit Agim Kosh. Emisioni realizohet në studion qendrore Radio Vlera në Saint-Louis të Francës. Mirëmbrëma të nderuar dëgjuesi, mirë se erdhët në valët e radios suaj, mirë se erdhët në Radio Vlera në emisionin e rregullt të mbrëmjes. Ju përshëndes ngrohtësisht kudo që jeni, duke uruar të jeni mirë dhe duke uruar shpresuar se do kalojnë bukur edhe këto 2 orë sot do të jem bashkërisht me Radio Vlera. Gjithë atyre që kanë pas ditëlindje, urime sot nga zemra, edhe nga 100 tjera të lumtura. Po ashtu urojmë dhe gjithë ata që kanë pasur festa të ndryshme familjare. Emisioni është drejt për drejt dhe ne do shkojmë një këngë me të cilën ju dëshiroj mirëseardhje gjithë juve. Në ndërkohë, nëse keni ndonjë propozim teme, mund të na bëni nëpërmes Viberit në +33 780 525 835. Disponim të kanë shumë vazhdim. No
falsiz, mos harroni bezat qeritën e festa tona e traditën. Mos harroni bezat qeritën e festa tona e traditën. Ndërshëm edhe këtë këngë të bukur, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e Rregullt e Mbrëmjes. Ju përshëndes edhe herë ngrësisht të gjithë juve që jeni duke shoqëruar me Radio Vlera, qoftë nëpërmes platformës Radio Shqiptare në Shkabaj, ju që na ndjeni në www.radiovlera.com në faqen zyrtare të radios, dhe ju të tjerët që jeni bashkarisht me ne këtu në Facebook në live stream, gjithëve ju përshëndes ngrësisht dhe ju uroj qaste të bukura. Përshëndes dëgjues të parë që isha këtu, miku Zyber Hasani, Skënderaj, Enver Fazliun, gjithashtu një përshëndetje edhe Naim Shahiqin e përshëndesim. Na ka shkruar miku Enver Fazliu, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në mediumin me Vlera Shqiptare, miku im i respektuar Agim Drenica. Komplimente për ju nga zemra, ju përshëndes si dhe dëgjuesit dhe telefonuesit, respekt për gjithë, faleminderit shumë, respekt e gjithë mirat edhe për juve atje në Kosovë, i nderuar miku Enver Fazliu. Me ne është edhe poetja e Vlera Mirushe Musa, që ne përshëndes dhe uroj qaste të bukura, një përshëndetje edhe për dëgjuesen Farushe Begolli dhe gjithë juve që jeni duke na ndjekur në gjitha format e mundshme. Jemi drejt për drejt në emisionin e mbrëmjes, edhe pak qaste do pres ndonjërin nga ju që të propozojnë ndonjë temë, dhe nëse ju do ta marrim një temë për ta diskutuar bashkarisht deri në orën 21 sa do qëndrojmë bashkarisht. Edhe njëherë ju uroj edhe një javë të mbarë, meqense të hënavë kemi ditë pushimi, kështu që ju falenderoj që keni zgjedhur kanalin Radio Vlera për të kaluar këtë mbrëmje bashkarisht dhe uroj të kalojmë sa më bukur edhe në vazhdim. Si gjithherë, ju argëtoj me këngë të bukura këtu nga studio qendrore nga Franca dhe ju përshëndes ngrënësisht në këtë mbrëmje të ftohtë e shkurtë. Në ka përshëndetur Farushe Begolli, përshëndetje Radio Vlera, përshëndetje zotëri Agim Gashi, mbrëmje të mirë, faleminderit shumë. Edhe ne të përshëndesim dhe të urojmë një mbrëmje të bukur, një përshëndetje për Sabile Sadikun, Naim Gjemen e përshëndes gjithashtu, Mirsat Gashin, Sabile thotë mirë mbrëma Agim, faleminderit, një mbrëmje të bukur edhe për ty Sabile.
Do që me dhe këtë këngë të bukur, edhe njëherë ju falenderoj që jeni bashkarisht me ne, ju që ne ndisni në përmes e Facebookut në live stream, ju kësha lu të bëni shpërndarjen e emisionit. Ne shkojmë tutje, me ne është edhe Fatmira Aliu, më ndaj një përshëndetje për Fatmirën gjithsesi, por edhe për Ibrahim Tëneqen, e cili është me ne, Nezmia Xhamali në përshëndes dhe e të ndëruar dëgjues, jemi në emisionin e mbrëmjes. Nëse keni ndonjë temë për të që dëshironi të shtjellojmë bashkarisht, jeni të mirëseardhur, ju mirëpres edhe për pak çaste. Kështu që ju falenderoj gjithsesi për bashkëpunimin dhe uroj të kalojmë bashkarisht çaste të bukura edhe në vazhdim deri në orën 21 sa do jem bashkë. Në vazhdim shkojmë me këngëtarin Hasi Kida dhe me këngën për Kurbetin. Një përshëndetje na vjen nga Nezmia Xhamali, përshëndetje Agimi, përshëndetje dhe respekt e dëgjuesit, faleminderit. Gjithashtu na ka përshëndetur edhe Idres Gashi, përshëndetje edhe për ju nderuar. Një përshëndetje edhe për Bekim Zonë. Në ka përshëndetur edhe dëgjues të tjerë, Bekim Zoni thot mirë mbrëma dhe përshëndetje nderuar vendas Agim Gashi, respekt, faleminderit, respekt gjithashtu edhe juve. Me ne është edhe poetja Fatmusha Gërguri, cilën e përshëndes, po ashtu në shoqëri me ne është edhe poeti Vendasi Mehdi Hyseni, cilën e përshëndes dhe uroj çaste të bukura. Bekim Zoni thot përshëndetje edhe dëgjuesve prezent, respekt gjithashtu. Hajde t'jemi, hajde bia.
Ndoqëm edhe këtë këngë të bukur, në rikthehemi, jemi drejt për drejtë në valët e Radio Vlerës në emisionin e rregullt të mbrëmjes. Edhe një herë përshëndetje për gjithë dëgjuesit cilët vërtet janë në numër të madh edhe në platformën e radio shqiptare në Shkabaj dhe gjithë ata që na ndjekin në faqen zyrtare në www.radiovlera.com dhe ju që jeni duke na ndjekur në live stream, gjithëve ju përshëndes dhe ju falenderoj që keni zgjedhur kanalin Radio Vlera për të kaluar bashkërisht këtë mbrëmje. Emisioni është i drejt për drejt dhe ju që dëshironi mund të kyqeni duke kontaktuar nëpërmes Viberit në numër +33 780 545 835. Ju mirëpresim të dashur dëgjues. Linja është e hapur, disponent kanë shumë. Një përshëndetje na vjen nga Suedia për i Ferhat Kabashit, përshëndetje Radio Vlera, faleminderit shumë, përshëndetje i nderuar.
Jemi drejt për drejtë në Radio Vlera në emisionin e mbrëmjes. Përshëndes edhe një herë gjithë juve që jeni inkuadruar në ndërkohë dhe jeni duke shoqëruar me RTV Vlera. Ju përshëndes ngrohtësisht dhe ju uroj qaste të bukura bashkërisht. Ne do shkojmë dhe sonte do shpalërsim një temë cilën e përzgjolla vetë kështu dhe po shkojmë kush sakrifikon më shumë për fëmijët, nëna apo babai. Pra, ta marrëm këtë temë bashkërisht dhe shpresoj që është një temë që zgjon këshillin tuaj dhe kemi për çka të bashkë bisedojmë. Ju pres në Viberin me numër +33 780 525 835. Pra, kush sakrifikon ose kush angazhohet më shumë dhe kush ndjen më shumë për fëmijët, nëna apo babai sipas mendimit tuaj gjithmonë. Një përshëndetje na vjen edhe nga Shukria Hyseni, thotë përshëndetje agim për ty dhe gjithë dëgjuesit ju uroj një mbrëmje të bukur, respekt. Faleminderit, respekt gjithashtu dhe përshëndes të uroj qaste të bukura në vazhdim Shukria. Një përshëndetje shkon në Ljubljanë të Slovenisë tek miku poeti Hasan Elshani, i cili është me ne, duke uruar qaste të bukura në vazhdim. Përshëndesim edhe këngëtaren Kimete Krasniqi që është në shoqëri me Radio Vlera dhe uroj qaste të bukura. Ne do të shkojmë me këngë, por gjithmonë pritjet të telefonatave tuaja të nderuar dëgjues. Shkojmë në një këngë të bukur, nuk e di, e kom gatruar, është Kimetja, nuk di, është poete apo është këngëtare, gjithsesi e përshëndes dhe i uroj qaste të bukura në vazhdim. Shkojmë me duetin Besnik Qeriqi dhe Fahrie Krasniqi. Përshëndesim mikun Besnik, një këngëtar vërtet me vlera të larta, dhe e urojmë shëndet e suksese gjithmonë. Ta ndjekim këtë potpori këngësh nga këta dy këngëtarë të dalluar. Përshëndetje për mikun Kushtrim Azemi, i cili është me ne. Edhe njëherë pra për përshëndetje për poetën Kimete Krasniqi. Kërkoj ndjes që e bëra këngëtare, por ndoshta edhe këndon, se dihet. Ju uroj disiplinë të këndshme vazhdim. Ser me largo
Shartova Trandafili Shartova Seni ty vajzu dashurova Seni djalu dashurova O dolan boshe me mledh lula O dolan boshe me mledh lula Harrova gjerdanin tu I kund jargovanin Arova gjerdanino tuj put jargovanino Jargovanin Shartova O jargovanine Shartova Seni ty vajzu dashurova Seni djalu dashurova Ja moj molla rumbulage Ja moj molla rumbulake Mercercefine yamazdarge Mercercefine yamazdarge Un povi pospomlen nona Unë popi pospom lenona I kavragi shtad zilfona I kameragi shtatë telefona Tu I punu diçka për tyje Unë pudu diçka për tyje Ditën e dasmes do t'i Përshëndetje edhe për Makin, cila shkruan përshëndetje për krejt. Faleminderit, qoftë të bukura, vazhdojmë Maki. Ta lëmë edhe këtë këngë që shkoj vetë, por edhe njëherë ju presë në Viber me numër +33 780 525 835 me temën e sotme: kush sakrifikon më shumë për fëmijët, nëna apo babaj? Venderime shekujt e flasin Anta janë drita diris Janë emblema e ushekës Tu shpajle osa heroizmin Me rombojlo peran e mikun Qenë restorën e Në ka përshëndetje edhe miku Agim Zeqirin nga Kanadaja, përshëndetje për ju Agim Gashi, si edhe gjithë dëgjuesit kudo që ndodhen. Faleminderit, përshëndetje edhe për ju atje në Kanada. Lini djevrit ngrabot të pejes Nuk harrohem për jetë tjetës Shtrit si djeti dritë e toke Lufta ti kuptim plote Për të flet dhe fëmija I djepin Gjaku I shqipe me tesken deri Shkronja torta historia I madhe I vogel nga Dardania Lume gjaku të vliris Shkrove emnin e pavdekësis Pararojo I prines jari Val për val kunder barbari Rina beja nuqekëm Për lirit shtrejtin atë dhet Me përmoje për kushtim Ti fitore si dhe shkelqim Jemi duke dëgjuar rapsodin këngëtarin Besnik Qeriqi, që ne përshëndes edhe njëherë. Kemi të Krasniqi, poetja thotë ka qesh, thotë shumë me bona me qesh, unë e dëgjova që thotë këngëtarja, kemi të Krasniqi, por për besë nuk e dita se e keni fjallën për mua. Faleminderit për respektin, ju përshëndes për zemërsisht ty, zotëri Agim dhe gjithë dëgjuesit të Radio Vlera.
Faleminderit, ju kërkoj ndjes edhe një herë. Kalë bukur e nderuara Kimeta Krasniqi, poete. Përshëndetje edhe për rapsodin, këngëtarin e mirënjohur Mehmet Isen Petrovcin, duke i uruar çastet bukura me Radio Vlera. Suksese, vërtet një këngëtar i vlera. Përshëndetje i nderuar Mehmet. Ndoshëm edhe këtë këngë ndoshëm edhe këtë këngë bukur, jemi rikthyer, jemi drejt për drejt në Radio Vlera, në radion tuaj, dhe jemi në emisionin e mbrëmjes. Të nderuar dëgjues, mos flani, kontaktoni nëpërmes Viberit të radios në +33 780 545 835. Tema e sëndme është kush sakrifikon më shumë, nëna apo babai për fëmijët, dhe kemi për çka të flasim. Besojnë këtë temë shumë interesante dhe besoj shumë aktuale, pasi që vërtet jemi të dëshmitar që gjithnjë më shumë po kemi edhe probleme të ndryshme kështu familjare. Kemi tashmë në linjë edhe mikun Enver Fazliu. Mirë mbrëma, mirë se na erdhe miku Enver. Përshëndetje, mirë mbrëma i nderuari miku im Agim Dernica. Përshëndetje edhe ty, si po kalon? Po mirë i nderuari me po prita goxha shumë kohë, tash kishe po del dikush më i ri, pak më i mesëm moshe, e jo më prit mua pak në mosh më të vjetër. Më kyçin këtë emision i nderuari miku im, unë gjithmonë me kritika, do t'i kritikoj gjithmonë, se drejtën me thonë plumt, se me të vërtet po ki shkrime shumë, goxha shumë shkrime, edhe po i komunikon, edhe po i dedikon këngët plumt, se me të vërtet një punë e vështirë, po edhe na bre pak duhet pak me ta leju pak një farë pushimi, bili me pi nga një gotë ujë ose nga një gotë çaj, po më duket se ta ndëgjova fjalën, tha mos nguroni, mos flani, po mirë, tha, po dikujna po më duket veç me në herë theshin veç me aureka pak të ponën, a din? Jem duket du me lo mua mos me lexu përshëndetjet hiç, edhe veç kushtim këtë. Po. Veç kushtim këtë me lëshu kongë që të dhe më knoq për veti, qa mi bo këtyne. A je mira, si po kalonte? Mirë, i nderuar e miku im, po me da ankesa pak, jo fort ankesa të mëdha, po me da ankesa pak vogla, po jeta është kësaj drejtën me thonë
nuk muj me më tris muj me veç koha po kalon, koha po ec, do dhimbje, do si të kaluara, po i ndëgjojmë pak në trupin tone, në jetën tone, kështu që po punojnë ka pak ata mjeshtit, ja kanë fillu ka pak, po ndoshta inshallah qellojnë pak mjeshtet Dembela, nuk na Ja. nuk e kanë me buk vet, se këtu edhe duke me pushue, ju e dini fort mirë, kur e marrshim një mjeshtër ose një punëtor, i krejshëm edhe buke, hanke buke, pike qaje gati i shkëshin, ja, në drejtën me thonë, gati një 2 orë i shkëshin, të shtëria të ata të farqar të raqelakun. E sot po mdoket si të merë punën, e ka me buk dvet një qofsh në shishe ujë, shamu të bëj, janë i sok, janë i diqka, kejt me dvetat, ja ka vëlla u gutshin këgja shpejt, po ndoshta nuk jena si farë mjeshtë shpejt, edhe të na. Ja, Po bëj inshallah. pak shaka. Po di, po jo heq më së bëmara, kena ku halaj, jo, mirë është një herë për herë, kryesore shëndetje është mirë të shku, tjerat ka dal bohen, po edhe na do të milshura ka një herë, dikur vjen momenti, po një herë për herë mirë është. Jo, këtë bisedë që ndëgjova edhe temën, po edhe që të fjale nuk e zgjati se ndoshta. Jo, s'ka po problem. me që se këta nuk po paraqiten këta telefonat. Ja, heq më së bëmara, kësës... Letojnë enver ti po flet shumë, po kritikon shumë, s'ka problem, ne me një herë ndale, adin, Ja, pak me ngacmu, pak edhe me ju tregue. Dhe ke njeni, ishëm një farasi, ato një farpame ta nerdhen, do ishin drejtë, me thonë pak matrisën, une, po ishin edhe do ato matë vjetën, tani, po ja bën pe pyet, këtë rasin që e folë të jo, se duhet me alshurani t'i kuj. Normal. Po ja bën atina, tha, qysh jetë e kje, tha, vëllaj, tha, jem drejtën me thonë, tha, pak, jem jo në fort në gjendjet mirë veç, na keni nëzonë rrugën, jo, tha, nuk po lëshoni rrugën heq, nuk po tentoni me lëshu rrugën, me hecna, mas juve, tha, po, jo, bili folën, thash, po, sigurisht, thash, nuk ja ka vullos në teri dokumentat, e këta peshtyjnë që ashtu edhe nga pak, peshtyjnë edhe pak ko, edhe na, po kemi dëshirë, miku jem pak drejtën me thonë pak, bile kanë thonë janë të ri, janë pleqëri, na tjeti fort mirë në kohën tonë, si kemi pas të kushte, si kemi pas të këtë jetë e këto, bile të shijojmë pak, bile do vite të shijojmë këto Po mirë kemi, unë thamë nga njëherë kemi qenë me të vërtet një gjeneratë e sakrificës, por edhe me fatë, sepse kemi po shumë ndryshime brenda kuhës sa kemi jetu, kemi po shumë ndryshime edhe në gjitha aspektet, po mendoj edhe këmbëtare kështu, kemi po ëndrën që kanë ndëruar më shekuj, shumë shqiptar që s'kanë mujt me prit, e kemi prit për pavarësinë e Kosovës, mandej kemi prit edhe shumë gjona tjera edhe në zhvillimet teknologjike që vërtet janë të shku shumë shpejt. Kemi pra një farforme, kemi pas edhe një farfati, nuk jemi krejt edhe për më qaj kështu, ha? Jo, me të vërtet po se në kohët që të kohët që kanë arrit që tash, në me kemi shiju se me të vërtet pleshte tonë, babalar tonë, teri, shamë të vitet e 70-a, nëse 74-të në këto ju e dini fort mirë qysh ka qenë, shamë të bëj veç emrimi nuk ka qenë Republike Kosovës dhe ka qenë në kuadër të Federatës Jugoslavës, po ato vitet e kalume që kanë qenë, shamë të bëj, ato prej para 70-s e 68-s, ato kanë qenë një mes sakrifisa kanë qenë, nuk i kanë përjetu kështu e kemi pas gjithmonë, e kemi pas atë sendin që gjithë na kanë ngacmuar në tru, në kokë, s'kemi guxuar as të shprehim leshëm asis, e sot të gjithat mirat, këta duhet këtë kjo rini e mesme, sa më të bëje, edhe ne duhet më falenderu kësaj kohë, kësaj jete, këtyne shlerimtarve, kësaj të mire që ka ekzistuar, po më duket nuk po i vejmë rëndësi, nuk po i rrimi që duhet gati me respektue, respekti i nderuar e miku im ka ra në zera, respekti pos për interesi sot është dominant, si të kish interesin, i kje të tana, te sa shemë të bëjt shfrytëzone, pasandinaj
more nuk as nuk e kthe kokën prej teje, sugur kur s'ka ekzistu hiç, e që to pak i kemi të ketë këqia, se lezetin e atëherë se sa më bëj, nuk mujna me mri, pa ato kaluan nderuar mikrim, kështu që inshallah jemi mas pari shnosh e të gjitha vinë me radhë. Amin. Po, sa i për këtë teme, se ty që ta merr mendja, kush sakrifikon më shumë, a babaja apo nëna? Vëllai miku jem, është shumë e temë e qellume të lumt, se temë e qellume ka çka të flitet, po janë njerëzia qysh kanë pas për shembull të bëj sakrifica që kanë ose se ka pas nonën ose babën ose këto shembull të bëj i dallojnë do sende, po këto janë 50-50 miku jem veç me të vërtet gjithmonë i kanë quajt është nona ka dorë të madhe ndaj fëmijët, e sakrifikon, shembull të bëj çdo une shembull të bëj në veti tash, e din se mas pari duhet me qitë shembullin personal për veti, une së teri të vinë djemë shembull të bëj për i pune, nona vetë tanë kohën ka të rinë dritare, i përcjell autobusin, shembull të bëj, e përcjell telefonin ku i e nonës është shumë, nona ka dhimbje të madhe ndaj fëmijët shumë përshtypje, por edhe babai pak është pak më i distancuar pak prej fëmijëve, nuk afrohen, nga thonë pleq të në herë kanë thonë, shembull të bëj, kanë thonë me të nam shembull të bëj me shumë të nërë që të ishin nona, rikthehet, se i bjen pishmoni, a prindi baba me nam shembull të bëj djalin ose fëmin, nëse pa marrë pasy fëmin, pak e ka pak ma zër mu të rriq. Po, nona si non, shembull pe shef, po këto divorci që po bëhen, nderuar i miku im, pe shef shembull të bëj tërë kohën fëmi divorcohet baba me non fëmijëve, baba shkon, shembull të bëj tetër ka e martohet e nona i merr fëmin gjithë nga veti, kështu që une aty dashta me të gati ma konsumuve pyetjen, po për shembull e ka dhe raste jo vetëm divorcet, po për shembull vdes baba, une kam raste që ne kam shumë afër, kam pas një rast 27 vjeçare kam mbet gruaja me 4 fëmijë edhe i ka rrit domethënë e fëmit, po cili bab do të rrinë të i pa martum, po mendoj nëse është i ri moshën 30 vjeçare edhe me sakrifiku për fëmijës. Besoj që rrallë kish mujt me gjithë ka nashta ndonjë, po Vëllohen jo, miku jem, une tash personalisht për thom, personalisht se që i hapi këtë farteme, nashta nuk e bëj tepër. Jo, na po bisedojmë së gotë se le të flajnë ata se kanë jetë dëgjues, kështu dhe ashtu më lajmë hiç mos u bë marrë kë. Këto që e folë këtë bisedë, mu më ka ndodhur vetë, i nderuar miku jem. Mu më ka shembull të bëj, më ka vdek nona, kur i kom pas 5 vjet e gjys, në 63 më ka vdek nona, shembull të bëj, edhe 5.000 nona jam i ka pas, 15 vjeçare kish pa marrë baba, për 3 vjet, ma shumë se 3 vjet nuk mujti me shty baba, edhe u martue, e mor tjetrën, edhe zhvilloj familje, rriti familje, kështu që me të vërtet në qatë kohë, po këto e kanë pa fol këta të më shumit, jo s'mundet me nejtë që më të bëj burri se duhet me pas. Me të vërtet, në ato raste nuk ka pas, që më të bëj robës ka pas një grua që i del zot ato asaj familje neve na dufke mu në rrit, po drejten me thonë, terisa jemi që shtoj një fjallë me kontribuë vetë, në ka shqiqua baba shumë, po tani besa edhe i lindën tjerë, fëmije, vllazër e motra, kështu që me të vërtet lumë se atë fjallë që e fole, Allah nona në qatë ka shembuj plot tyve, me të vërtet nuk rrinë. Në shumicën e rasteve, veç kur nuk i kanë lënë ashta familjarët, ose dikush se nona ka sakrifikuar, si mas mendimit tim, dhe ka nejt me fëmijët. Por ka qenë edhe një dukuri tjetër në atë kohë. Si e vlerëson ti për shembull që kur kanë ngel gratë e reja, po mendoj
të veja, ju ka vdek burri, Po, dhe jenë kthy për kurnatin ose për Po. dika në familje. Si e vlerëson këtë Aja, për mendimin tem, miku im, aja ka qenë shumë unë ligë, shumë veprim i ligë, se me të vërtet, ata e kanë bo gjoja se për shkak shpenzimet mëdha në ignene, po aja shumë punë e ligë, ka ndodhë në rast të ne, ka ndodhë për e mënë pos një muaj ditë, që më ta vërtetua një muaj ditë ka najtë që na më përvoj me atë nuse, pas një muaj dite ka pa bon ndeshje burri saj na kon mytë jashtë në Gjermani, edhe merre me meni ka pasë edhe 2 kone tjerë që as nuk i ka pa januse me sytë vetë, nuk i ka pa, beson si ka pa, edhe kur kanë tentuar se me të vërtet pleqët e asaj kohe kanë mujt me i bo dëfar biseda, ja ktheje, ja miku i mirë, ja nene, ja kënena i mos si që din edhe vetë, edhe çka boni djali që ishtë në rallë, nga për jetë jetës sa nusën e vllavët nuk e futin në shoqëri. Edhe drejtën me thonë, shkoja ja në vend në vetë, o tërheq mbrana në muaj dite. E për mendimin tem, këto jënë konë punë shumë punë të liga që s'ka kush ka për te. Po nuk i kanë qyrë, miku jam ato, nuk i kanë këshyrë në atë kohë, nuk veç e kanë pa interesin shemë për bëjë, valla është e mirë, valla është miku i mirë, hajtë kthej shemë për bëjë. Po jo, interes për shumë ka pas roste që fëmija ka qenë, me siguri kanë dëgjuar ti, për shumë vllavi saj ka qenë ati djalit ka qenë 75-16 vjeçar, edhe e kanë martue, e kanë kthy për atë vllavin. Do me thonë, aty kanë humbë edhe një jetë, do thotë, jo një jetë, po si pas gjitha gjasave dhe gjithmonë jam i bindur që shumica dhe gjithë e vlerësojnë një kunat, ta quajmë kështu, ose një motër, një gru të laut si për motër. Dhe si ajo është diçka e pakapshme, po mendoj me truri normal. Po jenë arsyetuar një farforme për shkaku i fëmijëve, bajage me qëndru, me rrit fëmijët, mos me largu nga shtëpia, shumë faktorë kanë ndiku, po fatëbarësisht tash këto gjona të na veç nuk ekzistojnë, mo besoj, jam i bindur që mos ekzistojnë. Veç do shta pak me prej, pak a shumë edhe këtë aspekt, me qenë se ishim të, kështu që të falenderoj shumë për kohën që ndave me ne. Faleminderit miku im se 14 minuta diçka ti morra kohë. O, ishmi morë, por mi dhurove, faleminderit shumë. Shumë faleminderit, e të përshëndes nga zemra, i përshëndetit të gjitha telefonuese, i apeloj të këta tekst shkrueset, me të vërtet komentet e bukura për shkruajnë, po letë telefonojnë, kështu që të lumë ty, Allah e të bekoft me tërë familje miku im, e gjithmonë qofsh i gëzuar, e gjithmonë zëri. Faleminderit shumë, edhe njëherë, natën, respekt. Natën e mirë e respekt. Faleminderit shumë. Ishte me Enver Fazliun, e falenderojmë mikun Enver për kohën që ndohë bashkarisht me ne dhe për mendimet me vlerë që na i dha. Mirë mbroma, i themi makit mirë se na erdhe. Mirë si gjitha. Mësi si po kalon ti? Mirë, edhe më kritikani Bremeniran se ai Nastradini urcupi dorë, dhe se kërë kanë vita e vro, ka thonë prit pak pushoj. Ja, që keme prit një orë shkoj, unë s'moj me prit të gjithë natën, në qërë, rafsh 20 ora, 22 minuta bile. Ani mëre, ani, se nota gata është? Ani, po, si po kalon ti? Mirë, shto. Por nere më boral, kam mësafer, por ja që mbrom nuk e kam tonën e kam përshim, merë kesën të mësme orë në radio, kështu që jam këtu për ju dhe do t'jem gjithmonë për enda mundësive. I Kosovë si t'ja? Po e pi Kosovë. A kem punën matë keqe që kanë boqë ne kanë shuq të viza. Ja, mirë është, që kemi po tash. Jo, mirë është, edhe pak është mirë. Mirë është, mirë bëhat.
Po, me qështë 20 vjetë e fundit. Po në që të vitet e fundit që besoj që temen e kënë dëgju më ke dhe Po. që të mërë mendja ty kush sakrifikan më shumë për fëmijët, apo Po. baba apo nëna. Po qëre zotjagim tash u bo një jetë shumë interesant. Shumë interesant u bo. Edhe është kam jenë çudi se nona gjithmonë sakrifikon prej ditës që jetë shtatzan, thuja se nona sakrifikon për qatë fëmijë. Se ndoshta varet edhe jeta e sojna me qatë fëmijë. Ndoshta nona vdes në lindje fëmija jeton, për nona vdes, nona faktikisht ka rreziku edhe jetën. Edhe jetën e ka rreziku. Po tash interesant, nona pi bën fëmijën, nona po sakrifikon, fëmija pi dojnë bavat. Se di ke vrejtje. Po fëmija në varet janë gjitha rastet, po në disa raste, po, mire kiti, fëmija... Jo tash në përgjithësi, fëmija pi dojnë baballartë ma shumë. E pse, si pas mendimit tuaj, ku që ndëron... Vallahi, nuk e di, u këthi dynjoja prap, zotjage mu këthi dynjoja prap. Nuk është vetëm një rast, për shembull. Mos u bon baba non tash, se edhe prindërit për burrat për hyshirin më shumë tash mitë se përpara. Qëre, jo, u arë një kur shumë supera, se për shembull, kur kom lindon, atëherë këtë në rregull, nuk ka pasën pampersa, një kom pelena. E vërtet. Po i ty bë 7 herë e kishe vrau babën të më goj, për që më kishin ndërru. Ade për që më kishin ndërru si bebe. 7 herë e kishe vrau në goj. Jo vish baba jëtë, por as një one, as baba jam, as baba i kërkuj, vish mujnë me thonë se nështë s'po thamë tash po gjatë shka në atë ku. Edhe në pranë me marë, i ka ardhë marë, për me dojë fëmijën e vetë prindi. Ai baba jam suar 3 muj. 3 muj për Gjermanie suar për mu. 3 muj, se ka thonë e vogël. E vogël hajta këshyrë mja për rritit as për rritet. Se u kon interesant, jam kon me një djallë togjës. One mashatare, dikon 2 muja 3. Atë na i për para meje, ajo kon ish në është si mulla, unë jem kon pak si skrimcoj këtojnë ana, si halkiqe. E këtë mrujt mu që po desone. Që dhe? Ka vdekaj, e të në baba jam të pritë edhin, mësë po vdes edhe kese po thojnë halkiqe. Po që? Po që jetë ashtë, po do të thotë, si pas të je, do të thotë fëmija pëjdojnë ma shumë babojnë, edhe pse nona sakrifikon, edhe ti e mendimit që ma shumë se baba gjithsesi. Po. Që ta mërë mendja ty, që mendojnë edhe për rastit që thashur në ka pas për para që i kanë këthy, po mendoj për kënatën ose për një djallë ose një moshkull të shpis atje, e ka pas rast në shtada që e ka pas edhe grunë, po e ka morë edhe, e s'ka pas që të djallëja e ka nëllë edhe ato, do të thotë i ka nëllë 2, por gjoja për me për hatër fëmijëve, kupton? Po, e vërtet është se unë e kom pas rast edhe në familje. Familje, unë e gjyshen, nonën e babës më pas të këthyme që ashtë. Nonën e babës, faktikisht burri ka vdek, edhe kanë marrë familja, e kanë majtën 6 javë atare, pas vdekjes tina, edhe pse i ka pas 2 qika një djallë, e djali i ka vdek, po i kanë me 2 qikat, e të në gjyshi jam, ajo ka koni edhe u konën, se e kom arrit, kom kalëzur edhe një natë që ne kom arrit gjyshën, koni gru burnore, është një fshatit të Kamenicës Pirev, ata njihen për burni, edhe që kom burnore gjyshi jam nuk e kalon, e ka këthy tash, po e ka këthy nërtake. Ade nërtake.
Gruan e dytë e ka bo. Po Dyshim teme. unë të thash dhe, dhe me thonë, Gruan e dytë. po, Aja gjithsesi. ish shumë budallaki. Motër për i nonës, motër për i babës, a beson derisa jam rritë e madhe se një këmë ranë fije. Aden, se një këmë ranë fije. Edhe pse thojnë se kanë jetu si ortake, po as motra, nuk më në shmi përshkru se që kanë jetu. Që shmirë që e kanë që, pasi që Po, gjysheme, unë s'po dëshrejte ka ju kanë nështru fatet, Po. ju ka dhe që nuk shkojnë mirë, po gjyshem ju kanë nështru fatet edhe s'ki qa banë. Sa atëre as që të kanë vetë, adena, as që të kanë vetë e vele. e vështirë. Kanë vetë, na, po dana, s'po S'ka dana. pas fjallën, dhe me thonë, jenë marrë vesh me familje, dhe kështu që nuk ju ka interesu ma gjatë, s'ka pas... Po, gruja gjithmonë nuk konë viktim. S'ka mujtë me folë kur gjë, edhe dasht me një nështru fjallëve të tjerve, ose vendimeve vërtet të tjerve. Po, tash, adi kemi pas rast edhe mas nej, po, o gjajam nuk ka pranu. O gjajam nuk ka pranu, se ka thonën, ma ka marrë zoti, atëhere leta di që ma ka marrë zoti edhe nuk po du me që. Leta den a i fmi që s'ka non. Leta den. O shumë një gjest maj mirë, faktikisht leta den a i fmi që s'ka non, edhe leta den që ka babën, edhe nëse e don babën, edhe pse baba vllai burrat ishkon një burë dhe tha i deq gruja, tha hala të butin o barë, tha pe vetë hoxhen o hoxh, kur bë mu artu. Që sa ma i nëzi burrat, gra. Do të të e patëm edhe pak ma herët bisedë që nëse vdes edhe nëse ndohen, po mendoj tash fatëbërësisht shumicën e rasteve nënët e kanë drejtën e mbikëqyrjes së fëmijëve, po nëse ju vdes partneri, do të thotë rastet ralla kishe burrat mos jenë martuar, edhe ka raste që ndoshta edhe të vjetër i kanë pas fëmijë të martuar, por nuk kanë lajt pa martuar, nuk ka qenë edhe arsyetim veç sa për me pas një femër në shtëpi për me i kthyer me borxhimet ose për gjëra tjera. Besoj që pajtohesh ti që gratë kanë sakrifikuar edhe në këtë aspekt më shumë. Po, qëre kanë sakrifikuar dhe burrat, se ne kom pas babën edhe krejt e deni që mu nëna më ka vdek shumë e ri. Shumë e ri më ka vdek, edhe pse jemi ullit e i kemi thonë babës tam, se i kemi thonë faktikisht ti nuk e kemi yta as kur gjë, po e ka marrë Zoti. Zoti ka marrë, qaç ka pas me jetu. Martov. Martov, po nuk ka dosh po martu. Nuk ka dosh, ndoshta për hir të respektit nonës teme, ose ndoshta edhe për hir të respektit fëmijëve. Po, me siguri edhe për fëmijët. Nuk ka dosht edhe pse pleqëria atina dikur konë shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Faktikisht, zotja gem, ama edhe nëse i ka fëmijën e rritën, zotja gem, që i burë, unë nuk po flasë tash me emër për kërkan, ama edhe ata burra, edhe ata fëmijë do të me ditën që nëse është një mosh, ma mirë se që i këshyr burri grujen, edhe gruja burren, nuk mundet me këshur kërkosh. Jo, edhe një me ty në këtë aspekt, pasi që unë thash pare, kemi raste që nështë 25 vjeqare ka qenë gruja dhe nuk u martu kur, ka qenë drunat shpi, ka punu sa ka mujtë për me rritë fëmijët dhe u sakrifiku nështë vish një fëmijë ka pas, që ato ka rritë, edhe ajo me këshur një farë aspekti, nuk është krejtë që në regullë se një jetë e kena, po atër kanë qenë rastet, ka qenë situata ndryshe, fëmijën nuk ja ka dhënë nonës nëse ka dalë për shtëpis, dhe një farforme ka qenë detyrume që me sakrifiku dhe jetën e vetë për fëmijën. Besoj që dhe kjo ka qenë një farë shkaku shkaktari.
Zotja kem ç'është është e vërtet, po edhe burrin, nëse i ka fëmijën e rritun, tash kam rrit teknologjia për shembull i kanë bo këto shtëpiat e pleqve, këtë në rregull, po ki nëse nuk mënesh me këshyren, nuk pe thom me ofendim, as me keq kuptim, po nëse nuk mënesh me këshyr faktikisht këtu më jashtë ki vende që e çan në shtëpit pleqve dhe jeton sa jeton që aty dhe këtë në rregull, ata sa e këshyrin, ama edhe se ndashëm e ditën është një... Unë e kom vërtetu me babën tem se gruaja nuk po të dashkin trit. Në trit nuk do të gruaja do të mpleçnit, edhe burri do të mpleçnit. Sa ke pa këtë fëmija qkepën, jesin veç dy pleqë se dy gjygyma. Ja, është fakt edhe është e vërtet. Edhe nuk do të mja mohu për shembull drejtën edhe pse është më i vjetër, nëse don më martu, let martohet spaku bile për jetën e vet. Por me një kusht. Po. Me një kusht që nëse vdes baba, atëherë qatë gru që e ka këshyr qatë babë, tonden, e ka këshyr deri në orët e vdekjes, deri në minutat e fundit, atëherë më se merë me qitë si leck në rrugë se si e nona jame. Po, është vërtet. Edhe kjo është një fenomen të na. Ta është një fenomen, po tash fatkeqësisht jo gruan e babës, por edhe nënën e vet, po qeshin në rrugë edhe babën edhe s'po interesohen fare. Po këtë në rregull se unë po flas për babën tem edhe kur i kemi thonë babës tem martov, atëherë i kom marrë dy vllazine me, unë i kam dy vllazën, i kom thonë në çka, Olno edhe matnu mirë kur ti thoni babës martov, se baba ki ajo gruaja vdes para babës, po baba ki ajo gru vdes mas babës. E jo që atë gru nuk keni drejt me marrë me qitë si leck në rrugë. Nuk keni drejt. E vërtet, doni me majt deri në fund të jetës. Unë kam një rast vonë, kështu shumë të afërt edhe shumë të freskët, kështu që ka qenë qashtu një rast, dhe të martuaj mi të martuam, por u martu edhe njëherë babaj i atyne, dhe gruaja cila nuk ka nejt që shumë një 4-5 vite, po të një ka vdek ai, do të thotë ka dashte me, edhe pse s'ka pas, po thuj se ku shkon, por me i liru ata, por djemët ati plakut e kanë nolë me zërë një farforme edhe i kanë thonë ty të kemi vend nonës, deri sa të deksh, sa të kemi për veti, do të kemi edhe për ty. Dhe me të vërtet e trajtojnë mirë edhe respektojnë. E kështu që vërtet janë për lavdata këto raste edhe do të jetë ashtu që është aty. Jo vetëm gjatë kohës sa ka pas babën gjallë, kur i ka vi babës, po tash do të mos me nxjerrë në rrugë njerin që në kohët më të vështira ose kur ju ka dash më shumë të babës tyre, i ka gjetë afër. Është po normal. Edhe zotja kem, unë se ti e den që unë e flasë gjithmonë sinqeritetin. Unë kom pas një rast në Gjilan, që ka ndodhur kështu, edhe tash e kanë konstatu mjeku se edhe 3 muaj jetë, nuk ka më shumë. Ai baba i tyne edhe kanë marrë atë plakën edhe kanë qitë në rrugë. Edhe faktikisht ajo plaka ma ka marrë dikush me një fshat, aty mos ta përmendja as fshatin as kurçka, afër Gjilanit e kanë marrë edhe kanë marrë deri në vdekje për sevap të Zotit. Ajo plaka ka rënë ma ka dhënë mësim. Mu ma ka dhënë mësim, se unë kom thonë kur të martona nuk i lypi burrit as pasunia as kur gja, veç i lypi kuror. Edhe një kotet si pulave në koft, le t'jeni jemi. Bre vlla, ta di që mas vdekjes tina, nashta fëmija tina s'u këshyrin, po qatë koticin tem i vogël është jemi, se në më qatë pisojna. Në vërtet, është... Edhe
ndesh të në te bë pallate, ndesh shtriu për toke, është kotic jam, jetoj që aty, edhe e di që e kam kryt rahat, në kom qetë kërkosh në rrugë, më marë mu njerëzit për se vabë zotit, edhe më majtë mu deri në vdekje, dhe me një unë e vetëm fajtore, ta një jetëm, pse kom jetu. Vetëm ti përshëndetje, të lexoj disa përshëndetje, po mikën edhe mos po kthehen. Po vjen keq që miku Hasan Elshone thotë mirëmbrëma miku Agem, përshëndetje nga Ljubljana. E ju dëgjuesit e Radio Vlera, faleminderit, gjithashtu përshëndetje. E në shoqërim që me ne është edhe poeti miku Hasan Qyqalla, thotë përshëndetje miku Agem për ju dhe dëgjuesit e kudo që janë. E miku Hasan ka përshëndetje edhe ty, thot përshëndetje edhe për makin. Faleminderit miku Hasan. Dhe ne të përshëndesim dhe të urojmë qaste të bukura në vazhdim me Radio Vlera. Nuk dia kemi edhe një përshëndetje. Po vazhdo. I përshëndet se dhe unë të dëtë. Edhe një përshëndetje na ka dhuruar Ledja, thot përshëndetje stafi juaj, uroj që të jeni mirë, dua të përshëndes burrin tim, Ukshin Shabanin, e përshëndesim edhe vendosin tim në Gjermani, Ukshin Shabanin, dhe juve dhe ju uroj qaste të bukura në vazhdim. E bërbu që fetojnë në përshëndesim, a kemi edhe në përshëndetje Sherife Kuqi Morina, është që me ne përshëndesim, përshëndetje për Ukshin Shabanin, për vendosin, dhe gjithë juve që jeni me ne, Makit ka përshëndet edhe Zember Hasani, Niku Zember, edhe bërbu që fetoj të përshëndetje Zotin Agem Gashi, përshëndes dëgjuesit të Radio Vlera, po faleminderit, gjithashtu të përshëndesim Sabit Gashin e përshëndes, Kosovarë Thaqin, ka koqës ka qenë me ne, përshëndesim. Edhe në përshëndes shumë, ka marrë mallis, edhe në kaku. Të shpresojmë që është mirë me shëndet, me vërtet. Inshallah. Është një dëgjuese e rregullt, ka qenë. Inshallah, është një zojë ranë. Edhe pse nuk e njoh kështu personalisht. Ashtu se një, por nëpërmes radios e përshëndesim Bruksel atje. Arif Nexha, vërtet jo Nexha, Arif Nexha, i dëshiroj mirëseardhje, thotë mirëmbrëma Agem, faleminderit Arif. Të urojmë qaste të bukura edhe ty me Radio Vlera. Me ne është edhe një poetë tjetër, Kumrije Abdyl Shala është me ne, përshëndesim Kumrijen dhe urojmë qaste të bukura. Tahir Gradica është i përshëndetur, Mirëset Gashi gjithashtu. Kumrija thotë ju përshëndes nga Peja, stafin Radio Vlera, kaloni bukur prof Agem, faleminderit shumë, përshëndes edhe ty nderuar Kumrije. Të uroj qaste të bukura. Me ne është edhe kolegu Muja, cilën e përshëndes, dhe uroj qaste të bukura, më pas kanë kalu shumë shkrime, më kanë ikë shumë, jam i vetëdijshëm, i kërkoj falje, këngëtari dhe rapsodi Bedri Karaxha është me ne, thot përshëndetje për gjithë dëgjuesit të Radio Vlera. Faleminderit të nderuar Bedri, dhe ty të uroj qaste të bukura dhe të përshëndes për zemërsisht. Maki në vazhdo se ta ndërpreva, por me të vërtet e poshtë që po mikun shkrimet edhe më vjen shumë keq për i dëgjuesve, po s'kem qa me bo. Ju që për nëndisni në live stream, shpërndani lutem, sepse si ju kushten asgjë, njërë që të në bashkan gjitën sa ma shumë dëgjues. Po ma kisha tha ju këmë shkru? Po vëllat pak më shkru që t'ja kush me lexon komentet i dik nona inshallah. Po apishe, po s'po ka mundë si ju në i lexue edhe komentet. Po në të edhe i lexo farta dhe edhe ti mërzitesh se ty nona motit ka dekan. Normal, mua edhe ashtë të kështë s'po më zoka në ema. Po jo dhe, jo asë muja vëllat. Po edhe mu motim ka dek nona. Jo, zote Agem, qështë veç, është tem e gjatë për ka. A më tash, kove të fundit u këthy dynjoja prap, nona pi bë fëmija për dojnë babën, nuk e di që me bolë, visli të dojnë, dikan, po tut na kanë njësë dhe më lërgu. Po qitash, o zote Agem, aden sa kanë interesa, se fëmija sodit jënë bu me interesa, nëse s'ka interes nuk do heq nuk dan, bash heq. Valla ja. Jo veç toto se tatina, përgjithësi që shtojnë bo fëmija. Tash për lindin me fakultet. Qka kena me bo? Jo.
Jo, si ke dyja, ja. Që bujnë flesh si ke dyja, ja, shkojnë edhe na për mas. Faleminderit shumë, ma kene se s'ki edhe diçka tjetër nëse... Jo, veç i përshëndes gjithë që që i përshënditë se tash i harrova me emnane veç, nëse i përshëndes edhe nëse si dia është e mbrojtur kjo kënga të i dhënë shpirt nënën e gjitha nga Hamit. Ja, nga Hamit është e mbrojtur, nga Dove Gjergje nuk është e mbrojtur, nështë e nxjerrëm nga Dova, se nga Hamit Kastrati është e mbrojtur kënga për nerë. Bashni me e s'ka nxjerrë bishtin. Vetëm edhe njëherë ti njoftoj dëgjuesit që kam thonë edhe para mbrëm, po mu ma kanë bloku deri me tretin, për thotë inshallah nesër e lëshojnë. Sot i treti? Jo, sot është i treti se deri nështë pak ma vën inshallah ma hjekun atë farmase në Messenger nuk o mujtë më shkrujt dhe s'moj me bo komente, mi jam këty komentet, po mendoj atje as në Facebook, po shpresoj që nështë deri në fund ditës sonte, deri në 24, se shkruan deri me tretin, mos po më hjeket kjo mos, dhe krejt shkaku i kanë vetëm mbrojtura. Jo, më se në shama, me të vëtit e kanë pos, kanë i kanë shumë i shpirt. E di që s'ka me bukur, po s'gudzoj me nëzirë për dhe. Falemderit. Jo, s'ka lidhje. Falemderit për natën e mirë. Natën e gjithë mirat respekt, mirë dhe gjofshim. Shumë falemderit. Natën e themi, natën e mirë dhe makit. Edhe e urojmë një mbrëmjet bukur e qastet bukur edhe vazhdim me Radio Vlera. E ne do të shkojmë të ndëruar dëgjues, e kemi edhe një telefonat dhe është nga Sabilja, cilës i dëshiroj mirëseardhje, mirë mbroma, apo jo, do t'ja hopim mikrofonin, vetëm pak qaste, lutem që ndëro me ne, ti për në ndëgjën, edhe njëherë mirë mbroma, mirë se na erdhe Sabilja. Mirë mbroma, mirë se të takim. Po si jesi po kalën ti? Mirë falemderit se kështu keshë tash, kur tha, e ku më harru dotën, tha që përshetheshe në verët nuk jena plok hala. Ja, se vetëm më leja, para se të hymë të bashkëbisedoj me ty, të lexoj ka kohë në ka një mendim rreth temës në VBN e radios, në shkruan poetja Kimete Krasniqi, thotë me sa vijan këtë, do të ndjekim shkrimin e saj, do të lexojmë për në përgjithësi thotë 2 prindërit sakrifikojnë, por nëna zakonisht bën sakrificat më të vazhdueshme dhe personale, sidomos në vitet e para të jetës së fëmijës. Shembull konkret, një nënë që sapo ka lindur, heq dorën nga gjumi i rregullt, zgjohet natën edhe natë ditë, po thotë gjithashtu shpesh le pas karrierën ose shtyn për vite, duron lodhje fizike dhe emocionale çdo ditë. Vendos nevojat e fëmijës para të sajave dhe për gjërat bazë si ushqime apo shëndetin e brenguset gjithmonë më shumë nona. Faleminderit shumë. Ndëruara poete Kimete, po edhe njëherë mirë se na erdhe Sabilja, si e kalove të sot? Mirë falemderit, takim valla kom dalë mërdhi, -16 i kena pas ftoft, shumë ftoft. Të ju atje? Mira? Të na mirë ka qenë sot, ka pak shi, ka ra, po ftoft nuk është, do të thotë. Aja, mos në kemë ftoft, se ju valla ftoft ka marrë mraz shumë. Po jena bo njët vilem ftoft, pak se kom prit shumë, mëra me prit autobus tepër, jam ngri një vend. Qa me bo? Jemi në dimër, jemi tash edhe gjithë shka është normale. Po, e vërtet është. Po, qka ka të reja në qëtës, para se me shku të tema, ka diçka, apo vazhdojmë? Kur dhe hagim, kur gjë krejt me vjetra, se shda her njëjtë, kur gjë të ndryshime, kur gjë hysh. Jo, në të herë... Krejt me vjetra. Në të shkojmë të tema, që ta mërmenja ty, edhe ti e ke pas rastin vetë, kështu që mund është më na folë ma konkretisht, pasi që e ke përritu vetë. Kush sakrifikon më shumë, a sakrifikojnë burri, babaj për mëndaj, apo nëna për fëmijët e tyre?
Po, agem, unë vetë kam veç me fëmi, vetë non vetë bopi moshën 35 vjeçare, unë jem kujdes për fëmi. Edhe sa ka qenë ai gjallë, se ka qenë pak i smut, çdo herë në të mjeku të shkolla, gjithkon jam kanë me ta. Ka në kënë rëjet a 55 me ta, edhe nona jetë ma shumë me fëmi, gjithmonë e jetë, edhe si edhe me pas bashkëshorte, nona e ka obligimet të veçanta. Mundet edhe baba më një mund pak, ama nona është kryesore që kur nuk i hiqen ato obligimet e fëmisë edhe kur nuk i largon fëmin nga zemra, as nuk mundet nona rrodh në 1, 2, 100 raste, përpara i kanë martu me Zot e agim, se me dëshirë asnjë besoj që i kish lënë fëmin e me dalë më martu, ose me kthy se thanë për konat. Zot mëse bje, Zoti mëse provof kërkan më kthy për konat, deri dje ke qujtë si vëlla, edhe ai si motër. Kjo është poshtërsi e madhe. Për mu është shumë dobësi e madhe, sidomos për djalë. Zot mëse bje djali vllavi pa hanë dhej, e te merja gruna ajo. Nuk penu i kërkon që shtojnë të na, po nuk i kanë vetë heq. Nuk pen, por ka pas raste me qindra përpara dhe gatin shumicën e rasteve kanë vepruar në këtë formë. Por fatbashkësisht e thash edhe në kohëve të fundit me sa jam informuar do të thotë nuk ka kësaj raste dhe mos pas kush do të më pas asnjëherë. Nëse të kushton zemra me mbajt fëmijët e vëllaut ndihmoj kur natës për me rrit edhe mbaj nëse ki. Alo, nuk di, e tash se miku zoni, besoj që po dëgjojmë, nëse dëshiron me ndihmoj, ç'është do të me ndihmu, për në të kundërtën është më mirë me mjallën fëmijët edhe mundo, jo me shku ose me mos me lë rahat, po mendoj. Me të vërtetë ku femrat kanë vujt shumë përpara, kanë pas torturat ndryshme, presione, mandej shantazhe dhe shumë gjëra tjera që ndoshta s'kan guxuar as me i përmend, as me s'kan pas me kërkon, me dikan që ta çojnë hallin ose të kërkojnë ndihmë nga ata. Ka qenë vërtet shumë situata e rëndë, kryesisht për femrat. S'kan pas agim të kërkah për krahjese, edhe të burrit, familjar të burrit, edhe familjar të vetë janë kanë me kthy për konat. Për ka qenë konate për shembull i ri pa martu, ke anunce e re, ka pas një fëmijë me kthy. Pa tjetër nëse del nusja, shkon të baba edhe atje martojnë, nuk e lën. Normal, atje e martojnë tani masanej, jo ka qenë e martu me, nështë nusja s'ka nejt 2-3 muaj, sikur një rast që ka tregoj dikush, edhe është dash me marrë dikan me që ka pas fëmijë apet, do të thotë me marrë dikan që u ka me fëmijë, sepse kjo është trajtu si grua, do me thotë që ka qenë me fëmijë. Ai burri, ai tjetëri nuk merr, ai djali pa martu nuk e merr, nëse dohet për këti e lën fëmijë. Normal që e shkon tjetër fëmijë, lën vetë i runë të hujtë. Ajo është sakt. Po ke pas raste kur s'ka pas fëmijë hiç edhe apetu do të më shku me marrë dikan me fëmijë. Po se kanë qujtë dhe ju shkurt e shep, se vëll fjallë bajet është me thonë, po është e ka qujtë. Edhe një rast ka qenë djali i ri, dhe agime kanë kthy qështu konatën për ta. Pa djali i ri, se ka vetë kërkosh me kthy, veç me kthy edhe djali tu rritë, tu pjekë, tu i rarë dërmenat e grune vlavt, edhe anis muftuf krejtë, e urejnë, anis me urejtë edhe grunë, që shë mëra vlavit e krejtë edhe kanë hinë konflikt më do, me njerë pisana, s'ka desht me vazhdu ma. Normal. Veç të përshëndes edhe një kolegë të punës moti, para se me dalë në Evropë, është nga Mitrovica miku jem Xhavet Hasani, me përshëndes për zemërsisht, dhe i uroj gjithë mirat të ti dhe familjes e ti. Dhe do të thotë ati gjithsesi je në pajtimit që nënat gjithmonë sakrifikojnë më shumë se sa baballarët për fëmijët e tyre. Po, agemo në për veti, unë ashtë më kanë me të dorë. Të tregove do të thotë 37 vjeçare në kohën më të mirë. 35, më falë, dhe më thonë nuk ka qenë e lehtë për ty asëse
edhe në kohën cilin na po tash është pak më ndryshe, por atëherë me të vërtet ka qenë shumë vështirë me qenë një non edhe bo për fëmijët, kur i kemi pas parasysh edhe mentalitetin të na edhe rrethonat cilat kanë ekzistu kështu që të lumt. Do me thonë, Kreta kemi kisha harru, kreti kisha përballu, po me pas ekonomin, pas kam hek, fëmija kanë hek për buksha e ma e keqja se kur i ki kushtet e mira, e manë fëmijën me veshe, me mathe, me ushqim, i kalon krejt, po kur s'ki, sot me nësë që më bonesën, aja është vdekje për nënë. po për Ma sa- shumë kompoj. për ata po Zot, për ata po të thamë se tash të shumica e femrave punojnë, për shembull kanë mundësi me nxjerrë edhe porën, edhe kanë edhe mbështetje ka pak me ndihmë, sido që tjetë edhe nga shteti, nga shoqëria në përgjithësi, por atëherë ka qenë krejtësisht ndryshe. Do me thonë, për kush, a gjem së më ka një mu, a vlove ka pas 7.000, veti 9, tjetëri vlo 4.000, veti 6 edhe një rrugë të vogla, të dytë që kanë pas kushtet, për një mu rrallë në herë diçka pa, a di kur thënë të na thesi qkym, që të sa dusha e s'badihova. Është shumë kam hek me ta, por ekonomia ka qenë, sa mëse ka vdek burri, a i dur penzia lo, pa vdek ka dal penzi se ka qenë i smut. Edhe kur e mur vendimin, tha, ku për neve pas me dekune, tha, shjebës desë, më në gjithë më në këmë bo, ade me të mirë, mos me dhonë më zisë i smut. me Për shpresë. qedin i kofën me loshev, edhe pat me shku puna mirë, mëse po, badehova i smut, nuk mujti me po në 2-3 muaj edhe e la krejt. Se këto thmija më kanë hek shumë, edhe në kom hek me ta shumë. Më ragim ka qenë prent e pëtë këtirë të des nuk e arroj djali i vogël, tha nesër nuk kena shkull, tha non përrina rath, tha po flem nuk po qërë me ishta se buk s'kena. Po për non kjo, zotin mos e përëvof kërkan, që tepër jam gjallë, kanë erë thëmë duke që 200 vjetë i kam pasha. Është shumë e vështirë me i pa fëmijët edhe mos me pas mundësi me i dhonë ushqim ose me kujdes kështu shpirtërisht në gjithë aspektet, por nuk e pas Kom hangër, jam kom kushte. lëmë, që letë hanë këta, në kom hangër, djallë jam kom hangër, hani e ka pak në metë, dishka ha mos metë kur që kërkuj. Vajza 4 vjeçë, që këtë këtë kisha me gjitë një kure, diku bajat me hangër. Tepër, hekja shumë, po. Ti shakon përëndim s'kisha hekon, po so, në tjera Normal, kushtat. thashun e kanë qenë edhe kura të tjera krejtësishte, edhe të rënda kanë qenë edhe për mëshkuj, se jo për femra. Po shqyqyr tash e ke mirë edhe jeni stabilizuar një farforme edhe kështu. Po vra, kem po thmija, se gënona kur nuk, ku me di që shme po thmina për të duke se nuk ka krejt mirë. Nona gjithë mërë thmija janë në vogël për nonkë. Gjithë mërë e të martu mas janë për mu janë halë në të vogël. Në vërtet, fëmija ngellin fëmijë për prender gjithmonë. Po, e vërtet, është edhe mëdhimin, tash e mëdhimin, se kanë kalurin më të mirën kohë me tomja. Në rini kanë lakmu këtirve, në shkollës, gjithë qyshë më mënu me diqysh me i përbalu. Po, kur s'ki për dhe ova, s'ki ka me donë shpirtën edhe së në donë kur gjasa. Kum pas 4 konat agem pashat zotin, kur halal më shkurs. Kur si në menu me thonë, hajtë e nivojmë dishka, 8 që dhe jenë konë matë mirë punën, matë mirë se shoqe e kanë pasë. Po kur se në menu për ata thmit vlavit, a burri jam, shkoj ke vlavit vetë edhe drutja, leke në vjeshtja, bëjke edhe ja shojke sharajin, me ja prej krejt, me ja bogachëm. Edhe shpine ka pos në emët vetë, shpine shite në hangrën krejt, thmive një sen që u ka dhonë, po ku? Edhe thësha me konsan me që me thonë, që këshire thmine tu që tash, që i lishe shpirtin mas tyne. Po ku të zotë? Thashën, kjo ka qenë shumë e keqe, që e ka qenë shumë e ronë për një nën, sepse me të vërtetë për pas
leqës s'kan ndihmu, por njerëzit edhe i kanë nuk i kalon rahat, ndoshta edhe kanë folë edhe fjalë edhe të ndryshme. Nëre përke më ka një hesh për loja kemë. Jo ty s'ta ka një, po ka pas dikuj që ndoshta e ka një edhe pak a shumë. Dyher më dole a kemë, dyher me dole të në, shkaj dika, që, dull. I nderuari Miku Enver Fazliu thotë Miku Agem përshëndet Sabilen, Allahu e bekoft për sakrificën. Në përshëndet edhe në verën, me mbarë familjen në vetë. I përshëndet të gjithë në gjusit. Vëlla a kemë që shto zorë, pas kishe që me bo, po do të apet më mënu njëri se Normal. me mërzia me vujtje nuk po në eshke kur gjatë, veç mërzit të katë. Në shqyqër që i ki fëmit, inshallah i ki me jetë gjatë, në edhe Po inshallah gjithë kujna më rëzat, edhe të mitë gjithë kujna i lëm për mas, gjithë më sa ka si në thame mërë Allah inshallah më rëzat i lëm për mas, se nuk shoh gjonë ta se bëllë kanë hek edhe këta edhe në me ta. Faleminderit shumë Sabile, nëse s'ke edhe diçka me shtu. Ka me shtu, kur gjithë përshëndes ty shumë, përshëndes krejnë dhe gjusit, nëse ka dikush një ditin dhe urim edhe një natë mira kem ka dhe bukur. Natën e mirë, gjithë mirat edhe për ty. Faleminderit shumë që ndave edhe këtë eksperiencë tuajën bashkarisht me ne dhe dëgjuesit e shumë të Radio Vlerës. Të uroj gjithë mirat e ty, familjen tuaj, familjes tuaj, fëmijëve tu. Dhe një përshëndetje edhe për Dardanin e gjithmonë për nipjen tuaj. Uroj të kaloni sa më bukur. Natën e mirë, natën e gjithë mirë. Natën e mirë ka dhe bukur. Natën e themi edhe Sabiles, falenderojmë vërtet. Sabilia ka jo që e tha këto, por ne tashmë e njohin shumica dëgjuesve. Ka sakrifikuar shumë për fëmijët, si që dëgjuat edhe ju, prapër nga mosha të ri 15 vjeçare ka ngel nën vetë ushqyse dhe është kujdesur edhe me vujtje, me vështirësi të mëdha gjatë asaj kohe. Por urojmë që të shpërblehet ai mund dhe kemi tashmë në linje edhe Mikun Agem Zeqiri, patëm, po unë dalë nuk e di pse. Nështë është në zonë se ka thirë më herët, por mirë mbroma, mirë se na erdhe Miku Agem. Mirë mbroma, mirë të gjeta. Mirë se Jëm lodha po. Agem me një kom kumnet këtë gjë të pritë. Po kishëm Jëm lodha me një kom, ha? Kishëm Sabilen këtu në lidhje, s'më isha me të morë. Jo, maki, kur këtë Maki, e nëzë, po kjo ka i dajti gati Sabilen. Kanë Amazoni, Sabilen, kanë zonë. Veta që është me një kom. E di se ke shkrujt ma herët, po për njerës kisha mundësi se me një herë i ka dajti gati Sabilen. Se kam sheleja. Po jemi, si jeni, si po kalën? Mirë, vajmë dhe pak shoka. Ja, s'ka problem. Po si kalën atje në Kanada, mirë, është ftoftë e borë. Mirë, ftoftë një minus 70 gradë, nuk është shumë, ka ashtu një dila prapë do të shkon dhe minus 26, po çka me botë është ti? Na nuk e vendosmi për ato. Jo, mirë është që zvendosëm, po qa me bo. Po e din një që jeni ato shku ka pranë vera. Po mëre, se ti në ndimen, na jem qanej të shku, se s'kem ka shkojmë. Po dhe, qanej jeni ato shku. Tjetër ka s'kena ka shkojmë na. Ja, s'kem ka shkojmë. Po, që ta mërmenje ty për temen, kush sakrifikon ma shumë? Valla, drejt me thonë, ma shumë gratë sakrifojnë. Sakrifikojnë, po gratë, dhe me thonë, nënat ma shumë se babalat. Po, ma shumë. Po, sakrifikojnë femnat. Pse, që ta mërmenje ty si e mundësh me në... Po, drejt me thonë, burat im pak më ndryshe. Bani me dhe gruja na mas një mujve martomi. E gratë nuk janë ashtu. Unë kom pas rastin, jo të në familje tem, po kom pas rastin familjet gruas, që i ka vdek burri motrës, gruas, edhe vetëm 6 muj ka pas martes, edhe nuk është martu. Bile unë kom insistu, bile edhe ja kom gjetë një vend, profesor të matematikës, vetëm një vajzë, edhe
nuk ka dasht. Ka thonë du pak të arritin një djallë të në, do me thonë 6 muaj martes, Po ka mbet në 7 zonë dhe e ka Shtatë lind zonë. fëmin. edhe E ka lind edhe ka rrit. lind, Po. po bile konë situata shumë keq atëherë në Frezaj kanë qenë mbyllën këto në Lipjane, në Prishtine, në Gjakovë, unë vetë e kom pas shumë me gruan. Në Gjakovë e kom pas shumë, në spital. Mhm. Edhe pastaj i kanë thonë gjithë vllaznia për më martu. Në fillim nuk ka thonë kur gjë, dhe ashtu kështu jo. Ka thonë në diçka për këtë punë mos më thoni më. Edhe ma nuk i kom thonë më kur gjë, unë as më gruaja em, as më kërkush që ka thonë kur gjë, se e ka thonë unë du me rujtë të fëmijë, du më bë kurban i këtij fëmijës. Edhe sot është djali, sot është, do me thonë, kur kalim 91 më duket, sa vjet për vjen 10, 35 vjet, 35-6 vjet, e shqyqër Zotit tash i ka 2-3 fëmijë, e aty me ta është, dhe po, moshkulli këtë se kish bu kur. Që ta doshta me ty ty, doshta me pyte, a kish pas në i burë që kish nejt ashtu, në kish sakrifiku me rrit një fëmi, në atë mosh, Ja. sa ka qenë ajo për mendoj, Ja, nuk besoj që... ja, asësi. Aja ka qenë 25 vjeç, 26 vjeç. Me të vërtet, agim femnat janë shumë ndryshe se moshkët. Edhe i dojnë, djemët i dojnë, po ndokut djemët është, aja moki tha, baballar për dojnë më shumë, po tash për ndokut pak ma ndryshe është. Nuk për dojnë asë njonin. Edhe në thash, nuk është veç nonën, po për njerë po i lonë plot, e ke pasë rast, e keni pa me siguri Une, edhe në rrjetet sociale. Nëse kemi dit, do me thonë, po tash t'i ketë në shesh po i qetë Facebooku. Po pra, Për dit, po, i kemi pa për dit po shohëm raste në rrjetet sociale, njëni ditë që ta ndërpreva e pash 5 djemë, tha i kam më zgabosha, 5 fëmija djemë mas di, tha ka vite që nuk komunikojnë me mu hiq, as nuk po, ndihmojnë. e kum pa edhe një tjetër që ka thonë 9 fëmijë kam. E sheh pra, no. Zdi sa djemë, tha, kur tha, as nuk më këshyrin, as më qënë pore, as hiq kur gjë. Ako madam, jo madam, por është problem se tash të natje njerëzit thojnë që i ka djemë jashtë. Do me thonë, një farforme, është keq me thonë, po më mirë mos me pas, sa ta i ka visa për shep. Ja. Se tash Jo, më mirë. nuk i ndihmojnë njerëzis, i thojnë që i ka djemë për jashtë, ai gratis se me ras një cent për i kërkujna. Është me vërtet shumë e Unë e ti, po? agime a ke po, ose ke po një video, ka qenë, një burë, qështu, i më shumë, sa i kam 3 fëmijë në Gjermani, tha, po, e pyti të në pasunin, tha, sa ki, kështu kam, tha, kuna do me alon? Tha, du me alon, tha, ma përpara, tha, jalo kishës, tha, se që aty në djemë vetë me. Po, Këmë e thuti ma shumë. nuk ka pas faj se për zemrës plas të shtvur Po të zemër plas, normal, është shumë ketë, edhe vërpjant kër i na thëshëm qysh pja lon kishës ose pja lon shtetit, nuk ja u japin fëmijëve vetë, po as ta s'kan pas faj. Do me thonë edhe i prindi mirë bën me arshit krejt, sa të është gjallë vetë, me dollë më shëtit edhe me hargju bili që të pore, se se kësha lon as një metër që kësha lon. Nështë po gaboj, po. Unë i kam 2 djemë, ka dash Zoti, janë shumë mirë, me këta që jam, me këtë voglin jam, ajo reja ka qef me dalë nestra. Bile se prit nestra në shtasonte. Mirë po djali i ka thonë. Unë ka thonë për babë non, ty nuk moj. Po do me nejtë rrec, do me nejtë mu me hecë. Për sy të babë të kështu i ka thonë. Po. Edhe se kur u feju, i ka pas të fjallë, këmë thonë, këmë kalëzu, edhe se
E kanë shti nëna vetë dhe motra. Normal, më shumë t'ja prishin e venin nonat, dhe më thonë vajza, Po sepse reagim se ka qenë këtu ka qenë vizit nëna saj, dhe i ka thonë djelit tem, pse s'pi bleni një shtëpi e me dorë me një shtëpi. po dhe, që A ku ka, po ty ka kry djali, ti tha ke ardhë, tha këtu si mi kesh me nejt, a ke ardhë më ka zumu shka me bo. Që do me nejt si mi kesh rë që zdën, hypi aeroplanet edhe ecë. e po, E po, djali kanë gjaka gruja vallaj, jo ka unë. Se familjen e kanë këta, me të vërtet e kanë familjen shumë të dokume, shumë edhe për parentare, edhe të dokume, edhe janë njerëz që i këshyrin prindit e njoni për tjetrin janë tamam qysh dot. A kupton, një po, familjarisht janë këtu. po dhe, E djali ka dojtë e vet ka go. në po sa mirë. Po. Dhe unë jetoj me djallë, më vje keq me livdu se djemë, nuk tash mi të gjithë kështë po une me të vërtet jetojmë bashkë me djallë, po nuk kam kërfar problemi, se në qatë moment që të shoh që pak po më këshyrin kështu në jetësis e shqyqër haloj jemi të fort, po për njerë edhe për këta është ma mirë se veç ata që në një farforë më budalë, se na edhe ndihmojmë ka pak, edhe plus nërish është më rritë mbesat, nipat me gjyshe, ndryshe është më rritë me dukat me njerëz të huj ose apo kupton, sepse tash do të më punu ata. Po unë i qoj shkollë, unë i marë. Ja dhe unë që thash, po. Po. Do me thonë, ju ndihmojmë, më thash, një farforë kanë edhe një farë, mos ta qojmë interes shtu se ai që s'është njeri e pagun dikan me pare, s'da mi pa prind, apo kupton? Ma let e pagun, disa raste tash që keqe nuk po du tash mos të jemi nuk e kam për ty për rastin tonë ato që shkanë thonë ata, po që e kom vrejtën në disa raste tash janë hjek edhe vizat për Kosovë. Mundohen me largu printe e djalit edhe me ardhë printe e vajzës me jetu ato, edhe masanej me të vërtet, edhe kjo shumë e keqe, një vetë i keqe, një mësim i keq, po mendoj nuk ka nevoj miku me mësue as djalin, as aj tjetëri, po me ndërhyn, as ti me zërë si rrën ato ti, po ajo është dëshire ti edhe kështu që më thash pare, veç ata shojnë hajnë, se ta së mujnë me të pa, e kom pas një kusheri, edhe punoj ka i s'ka pas rrugë kur, se ka punu veç arat në shpek kështë, djemë ti ka pas me shkollë edhe punojshin, e theke, ku gjojnë këta rrëktar pa havale? Ma den, dhe me thonë, një farforme e bëjke, në s'podur në me ranë në atë nivel, po du me thonë, a i me vene kishë, dhe kemi marrë një punëtor, dhe ke nuk e ka, si kur muë që më ka pa havale, apo kupton, dhe qashtu është e vërtet se, nuk unë është me shtikër kanë shpeti mu kujdesë njerëzit që si nje, apo kupton. Normal. Edhe një për thonë për besë, jo njëherë, po s'disa herë këmë thonë o babë, dilë, së është problem. Normal. Allah për me mirë thati, po Allah e nga të fort, Po mëre? s'ka problem, s'ka problem, dënë, kur tha babë. Ato më thaua kësi hove, tha mo kur s'du më të një më të thonë. Edhe gruja e ka thonë gruja që I lumt, inshallah, veç që kanë jetë gjatë edhe ta dhe jo. Edhe tjetëri djallë që e kam belet këmë të rëgus disa herë, edhe kjo është me shkollë të nartë, edhe djalli tjetër që është në shkenca politike që punon në qeveri, a i më ka thonë kështu, babo, se pak është e stirë kjo, edhe, që adet e që s'mun me bo me to, e ki djerën qelë, hajde, dhomën e ki, edhe kur ta mërmenja, hajde, edhe reja tjetër. Po shumë mirë, inshallah janë veç me jetë gjatë ata, edhe ju shëndete, edhe ju gjithashtu me ta, kaloni dhe kënashme. Po neve s'na ka me të shumë agim. Jo, mërë, po s'dijet këtu, inshallah jenë, inshallah na shkojmë para, atë shohem diçka në kesh të ata, për qa keme bona.
Unë bëj hajgore kanë njerë, drejt më thonë, se e zgjata pak, Jo, heq më bëj hajgore, kur ti jemi si truç, që di, kalablak, po. Sa mune, i kum go babgjyshit tem. Babgjyshit jem ka jetu 106 vjetë. Edhe, migja 87 vjetë mi ka bo tash. Migja tjetër 85. Nana, dëmën gjyshja ka baba 82-3 vjetë. Tash unë menën se kam më dek. Unë njëherë jo, Jo, çfarë njerë mirë është, sa ti jemi kështë mirë me shëndet. Veç, jo, më që ashtë i friken, po thë jo du me jetë se ashtu ja huf shpresat e ma mirë para ka herë do të më paraqit se artist kështë po jem smut, valloj, më do këtë se kam larg, apo kupton? Mja u dhoj fare i mytë. Falënderit, Jo, ishte knasi, falënderit, jo, s'ka kërë. Gjithat mirë, ature ty dhe dëgjuzve. Falënderit shumë një pasditë të bukur atje në Kanada, në të rej qastë të bukura, përshëndetje edhe për familjen tuaj, djemë tu edhe vorrej që t'jenë mirë gjithmonë, edhe ju bashkë me ta inshallah kënaqeni edhe shumë e shumë vite tjera. Falënderit shumë. Jo, mirë të shku, po. Jo, mëre, i ka ra, mirë, u zbut, u bo sukur. Normal, po. Pa. Ka ndryshu për 99%. Po mirë. Falënderit shumë edhe njerë. Gjithat mirat, Notën, falënderit. Falënderit që themi edhe nga kemë në zëqirit nga Kanadaja. Vërtet është kënaqësi kur kemi bashkë bisedime dhe dëgjues. Sonte ju falenderoj që nuk kemi pas mundësi as këngë të dëgjojmë. Vërtet ka unë të mujmi dëgjua edhe në përmes rrjetëve tjera, kemi mundësi në përmes YouTube-ës, kemi mundësi gjithë ditën e gjithë natën, sa dojmë tonë kemi shqyqër telefona, kështu që një fjalë e dëgjusve ka vlerë të madhe dhe është vlera e radio vlerës, kështu që juve ju presim gjithmonë dhe ju falenderoj, jemi ka fundi emisionit. Do shkojmë një këngë premiere nga dëgjuesi në rregullt dhe këngëtari Drejton i Briqi, është këngë nga Goditje në zemër. E përshëndesim të nderuarin Drejton dhe do të rikthehemi pas pak për të përfunduar emisionin. Ju falenderoj juve që jeni me ne, të lexoj shpejt disa përshëndetje. Pranë qosja thotë mirë mbrëma zot reagimi, përshëndes ju dhe emision të mbar, ju përshëndes nga Dortmund i Gjermani. Falënderit i nderuar pranë, të uroj mbrëmje të bukur e qaste të bukura edhe ty me Radio Vlera. Gjulieta Roqi thot përshëndetje dhe respekt për stafin dhe dëgjuesit prezent. Faleminderit të shumë, gjithashtu respekt edhe për juve. Poetja Kimete Krasniqi, zonja Sabile, inshallah fëmijët të shpërblen mundin dhe sakrificën pas ke bërë për fëmijët e tu, që pas ke bërë për fëmijët e tu. Faleminderit poete Kimete gjithashtu. Me një është dhe qërim Veselaj nga Franca, që në përshëndes, një përshëndetje për Anife Tahirin, gjithashtu. Dhe vazhdojmë tutje, në cila, po, Anife ka përshëndetur edhe Sabilen edhe krejtë të t'ju përshëndes gjithve. Përshëndeset edhe motrën time Shukrien, edhe njerë përshëndesim. Liliana Sonda është me ne përshëndesim në Itali, gjithashtu dhe urojmë qaste të bukura. Në shoqëri me ne është edhe poetja, vërtetja poetja, por ja u ndrova son të kretë edhe pasionet edhe profesionet. Është psikologja mitja jonë dhe radios Diamanta Rej nga Tirana, që le përshëndes. Milen e përshëndesim, thot përshëndetje respekt, Agim Gashi, radio juaj mrekullueshme dhe dëgjuesit të respektuar, respekt për gjithë. Falënderit gjithashtu, respekt e nderuara Mile gjithashtu për juve. Ramadan Buliqi, miku Ramadan nga Brukseli është me ne, përshëndesim, i ruajmë mbrëmje të bukur, një përshëndetje për këngëtarin Naim Osmani.
Po ashtu, mandej e shohim a kemi edhe Doni Jakub Dobrën e përshëndes kushëririn tim. Edhe uroj qaste të bukura. Një përshëndetje edhe për mikun Sulçi Diu nga Gjermania, i cili thot përshëndetje miku Agim Gashi, ty si edhe dëgjuesit e Radio Vlera, respekt për gjithë, faleminderit, respekt gjithashtu. Mirushe Musën, poetën e përshëndesim, i urojmë qaste të bukura, e cila ka përshëndet Makin, thotë, pra Mirushe, shkruan Maki, faleminderit Maki Zemrushe, të uroj një mbrëmje të mirë pranë valve Radio Vlera. Faleminderit gjithashtu, urojmë qaste të bukura. E drejton një briqin këngëtarin e përshëndes, do ta ndjekim në këngën e tij premier, më njëherë tash dhe i uroj qaste të bukura edhe suksese këngëtarit drejton i briqi. Shkojme me këngën e tij më të re. Nuk e di, jo s'po bën. Është në problemit tonë, do ta sjellim këtu me siguri këtë këngë, vetëm pak qaste në duhen dhe ma merr mendja që do të nxjerrim këngën e tij më një herë. On est différent. Përshëndetje edhe për këngëtarin mikun dhe vendasin Afrem Rëkolli. Me hapja kullës derën se po vjen liria bashk me pranverën e përjetoj Kosova ime hapja kullës derën me vështrim përpjet po i presu fet jetën e kam dekje vektën e kam jetu Se unë jam Kosova që nga plumbi zves Se Shqipnin tha zoti dhe Shqipni do të ndesu Me tingu të kësaj këngët bukur ju përshëndes ngrohtësisht edhe një herë duke